Jo për procedurë, për fjalë. Pritja zoti Balla. Procedura po fjalën e Në emër të grupit. edhe pak të mbaroj fjalën procedurë. Zoti Balliu. Zoti kryetar, se më akuzuat shpar që përdora gjuhë jo etike. Ndaj për ju hapa fjalorin e gjuhës shqipe, fjala gjatosh ose gjatush për mbi emër, edhe si emër është me ngjyrim përkëdhelës. Mos u mërzisni që e përkëdhelim ne atë, po ju nuk e keni problemin tek fjala gjatosh, ju e kishit problemin tek fjala aruba. Dhe thelbi këtu është aruba. Ju duhet të shpjegoni në këtë parlament dhe qytetarëve që na ndjekin që si ka mundësi që kjo qeveri dhe ky parlament gjen kohën për të marrë charterin, për të shkuar deri në Aruba, për të takuar trafikantët dhe nuk gjen kohën për të ardhur këtu për të diskutuar me parlamentin. Procedura është për rendin e ditës, për ndryshimet, rendi i ditës për votimin, procesin e votimit, kjo nuk ka lidhje me procedurën. Ndjes që po ndërpres përsëri fjalën. Fjalën e ka kërkuar zoti Luciano Boçi për procedurë, zoti Boçi. Tani se ju në devijoni edhe fjalën, në fakt edhe ja ndërprisni dhe zotit Balliu. Po mirë, kur jeni kaq prekshëm, kaq intimidues që intimidoni kaq shpejt, pse nuk u ngritët ju kur kryeministri i thoshte zotit Balliu Fari me emrin e babait, ku ka bërë vaki në këtë parlament, t'i drejtohemi njëri tjetrit, po, ku ka bërë vaki t'i drejtohemi me këtë lloj etike, por e lem, sepse këtë hipokrizin tuaj për etikën e kemi ndeshur edhe për gjatë këtyre viteve, s'ta bën çudi. Dhe etika është dhe mos gënjesh këtu, të mashtrosh para shqiptarëve. E dëgjova zotin Gogu, e dëgjova me vëmendje dhe në fakt ai s'duhet na korrigjoj ne. Ai duhet korrigjoj atë kryetarin që ka aty lart, se nuk tham ne 17, e tha drejtuesi i seancës 17 ligje. Por aleluja çekën 19, entuziazmi jonë është shumë i madh, se janë 19, por të ardhura në formë dhe mënyrë anti-kushtetuese, anti-regulore, sepse e shpjegoi shumë mirë kryetari i grupit tonë parlamentar. Ata u futën në mënyrë të menjëhershme kur ne ishim mbledhjen e kryetarëve. U ndryshua thjesht projekti dhe projekt kalendari. U ndryshua në moment sa u futëm në mbledhje. Dhe rregulloria parashikon që antarët e konferencës kryetarëve duhet njihen 4 ditë para me projekt ligjet. Po pati një justifikim nga kryetari i grupit tuaj parlamentar për integrimin që e përmendët dhe ju si formulë magjike. Po pse të gjithat 17-a, 19-a, sa doni ju, janë për integrimin dhe mos harroni brenda atyre 19, jo, nuk ishin ashtu se i lexova me vëmendje një pjesë tyre. Dhe dakord jam për ato për integrimin, po më t'i fusim, por kur janë ekskluzivisht për integrimin e Shqipërisë. Sepse midis tyre keni futur, do të thënë si ajo fabula e Viçit me gjelin, që s'po e shiste dot Viçin ai dhe do e shiste me gjel. Keni fut dhe një ligj që ka marrë shumë debat për barazinë gjinore. Dhe nuk duhet ta fusnit sepse për të ka kundërshti të jashtëzakonshme. Sepse godet thelbin e shoqërisë shqiptare dhe duhen marrë në konsiderat të gjithë opinionet pro dhe opinionet kundër. Dhe pasi këto debate, sepse nuk është ligj i parëndësishëm të jenë rregulluar, ai ligj mund vi këtu. Sepse keni fut kështu në mënyrë procedurale për ta aprovuar me forcën e kartonit, kur kundërshtia për të është e jashtëzakonshme. Prandaj unë kërkoj që ta tërhiqni atë ligj, ai t'i nështrohet një debati të gjerë, edhe publik madje, dhe të bëhen ndryshimet e nevojshme, sepse ai ligj nuk është kusht për integrimin e Shqipërisë në Bashkimin Evropian. Plus dhe gjërave tjera që janë në atë projekt kalendar. Faleminderit. Zoti Gogu për replikë dhe më pas